Presioni zirë ngroshën, që sa më shumë presion bëjmë ne edhe priza vihet prapë. Shqipëria është e jona! 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 Kjo është kënga fituese e festivalit fëmijëve 6 vjeçë Ajri Drishti. Rama Berisha Bur! 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 Ai shikoni sa bukur jemi! Kjo është Shqipëria jonë! Tu jemi ne! Ky është populli jonë që nuk pranon asnjë shtypje, asnjë shkelje, asnjë bulim, asnjë fajle territoriale tona! Shqipëria, Tirana, Partia, Qeveria, to jemi ne! Tu kemi diasporë, peticioni për narkën u nis nga një diasporë. Diaspora është tu, ama duhet të vi akoma më shumë. Nesër më shumë, 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 nesër më shumë. Dje ishte një qeshoni me i bukur i gjithë historisë shqiptare. Me i bukur i fëmijëve shqiptar, i fëmijëve të ndjeshme. Ne, fëmijë, që shkojmë nëpër plazhe të lira, jo privatizuara. Dje ishte një qeshoni me i bukur i fëmijëve të sotëm.
si po shkojnë në përplashë si shkonim ne, që duhet të patojnë shezlonin, të marrin koktelin. Ne sot po luftojmë për veten, po luftojmë për kopin, por po luftojmë edhe për fëmijët e nesërmes. Të drejtat e fëmijëve I kemi parë sa e respektojnë zoti Kushner dhe shokët e tij. Sazani nuk është një ishull privat. Sazani nuk është një ishull pedofilësh. Sazani është ishulli jonë, është ishulli vetëm shokin kemi, dhe që do t'kemi, sepse Sazani është joni dhe do t'jetë sërish joni. Kjo është Shqipëria, Shqipëria që nuk shitet, por as Shqipëria që nuk falet. Tu jemi ne, ta parti që po luftojnë për vetën, për fëmijët, për diasporën që na ka ikur, po luftojnë për të drejtat, po luftojnë kundër kolonisimit, kundër Shqipërisë që I përkundet Melonit, kundër Retinovës që I përkundet Trumpit, Kushnerit, Netanyahu, Herzogit. Kjo është Shqipëria e mirë. Kam një përgënjë shtrim për të berë. Ta shimë media, sa po ka talë, si Murtoja ka një grup negociator që të negociojnë në Ramën. Ju lutem të më dëgjoni vetëm një minutë veshte. Do të flas për një çështje shumë të rëndë. Do të flas për një grua 55 vjeçë që ka varrosur në Elbasan, në Katullin e Ri të Elbasanit. Një grua që në muajin mars ka ndetur një muaj në spital dhe nuk u ndihmua. Djali I saj është invalid, është I vetëm tashmë. Edhe në shqiptarë nuk ndihmuar. Fiksia në Shqipëri është ndihmuar. Mirë mbrëma të gjithëve, jam një student shqiptar dhe me dojnë zemër I lutem gjithë studente të çojnë nga kafja se në gjatë për krasë. Na kanë shtypur, na kanë mashtruar, na kanë dhjerë nga veti jo, nga dheu jo, na kanë bërë me I të emigrim, edhe mashtruar pas, Politika është E gjitha bashkë dhe kujtojnë se ne kemi frikë, po ne s'kemi frikë, me themi Rama kur Berisha kur, 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 Rama kur Berisha kur,
t'ju kujtoja që një individ nuk ekziston si koncept pa kombin e tij, pa shtetin e tij, pa mirëqenien, dinjitetin dhe mbrojtjen e të drejtave të shtetit, të kombit, të tij dhe qytetarëve të tjerë bashkëndas. Janë në bashkëjetesë, nuk janë të ndarë nga njëri tjetri. Ajo që ndodh në Vjos, ku tërhiqet zbardhe, vërzohet para një fenomeni të tillë, një qytetar në shtetin e tij, ndodh sepse kryeministri përdor si manipulim standardin e ndërkombëtarëve. Dhe të njëjtët ndërkombëtarë që e shohin këtë, janë ndërta, nëse janë, ta dini, që ju, duke pranuar të ndodh kjo, jeni të njëjtët që e joni të ndodh dhe që ai të shes diplomacinë dhe politikën tuaj si mbështetje ndaj politikave të tij në këtë vend, dhe keni lejuar që ky vend të ketë frikë të luftoj për pronën e vet. Institucionet që duhet të mbrojnë, e di që jeni këtu, edhe unë jam këtu. Ai që s'është këtu është kryeministri, dhe s'ka qenë ndonjëherë. Një minutë. Institucionet që duhet të mbrojnë zonat natyrore, pasuri natyrore, të mbrojtura nga institucionet ndërkombëtare, nuk kanë vepruar në mënyrën e duhur për atë pasuri natyrore të Shqipërisë që është pasuri edhe e tyre dhe në mbrojtjen edhe të tyre. Kështu që si pasuria jona prej natyrës së vendit ton, është e drejta jon të bashkëpunojmë me cilin do investitor privat të çfarë do lloj shteti, për sa kohë pronarët e ligjshëm të asaj toke janë dhe quhen investitor, bashkëinvestitor dhe aksioner në atë biznes, ide apo çfarë do të qoftë. Dakord? Bravo! Të ta di. Si përfundim, pas çdo skene terrori, metaforikisht ose mu përpas syve tanë dhe të çdo shqiptari, unë do kërkoja ndërheqjen, shkarkimin dhe zëvendësimin e ministrit të brendshëm që duhet garantojë rendin në këtë vend. Qytetarëve të foshat të drejtohen gjykatave të vendit ose jashti, sepse ndërkombëtarët, nëse nuk kanë frikë nga ne që nuk jemi ende pjesë e Bashkimit Evropian, kanë frikë nga rinia e vendeve të tyre që janë pro-nesh. Dhe që si ne do e mbrojnë atë që duhet të mbrojnë dhe vlerat e vërteta, perëndimore, atletare dhe nacionale. E fundit, kemi mbi 20 vite, 30 a më shumë vite, që jemi në gjyqe të gjithë për pronat tona, dikush me njërin dhe dikush me tjetrin. Dhe fatkeqësisht për ata që drejtojnë, duke i lënë pa prona, i keni bërë